Sot në mesnat përfundon afati regjistrimit të emigrantëve shqiptar në diasporë për të siguruar të drejtën e votës në zgjedhjet e 11 majit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga 285.000 kërkesa janë miratuar 228.000, ndërsa janë ende në shqyrtim afro 42.400 të tjera. Pas refuzimit të Partisë Socialiste, nuk u miratuar kërkesa e demokratëve për shtyre të afateve kohore në dispozicion të emigrantëve, ndërsa për 42.000 kërkesat e refuzuara, KQZ do të shikojë mundësinë për të ndihmuar emigrantët që kanë aplikuar një herë por nuk kanë mundur të regjistrohen. Ndërkohë, pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka mbërritur një kërkesë nga ana e anëtarëve të Komisionit Rregullator që mban firmën e antares Helga Vugaj dhe antarit Muharrem Cakaj, të cilën kanë parashtruar një kërkesë për vetëmbledhje të Komisionit Rregullator, sa i takon projektaktit për të ndryshuar afatet kohore për regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë territorit të Shqipërisë. Sipas kërkesës së siguruar nga Vision Plus, antarët e rregullatorit propozojnë ndryshime në afatet kohore si vijon: të shtyhet afati i regjistrimit të aplikantëve të diasporës me 5 ditë kohë, të shtyhet regjistrimi në listën e zgjedhësve me 3 ditë kohë shtesë, si dhe shqyrtimi i kërkesave të zgjedhësve nga jashtë vendit me 3 ditë. Mbledhja e Komisionit Rregullator për të shqyrtuar afatet e propozuara do të mbahet në orën 16:30 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.